A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ash-shurafa wa ba'd. Falëndërimi dhe lavdratat I takojnë Allahu Jalla Jalaluhu, salatat salam qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë sonte me temat e radhës nga dietari I njohur bashkohor Nasr al-Fahd. Dy tema shumë të rëndësishme e me rëndësi të veçantë për talebet, për hoxhallarët edhe për dietarët. Tema e parë që të flasim shkurt disa pika për kujtim për veten, për kujtim për çdo nxënës të diturisë I cili e ka vënë jetë mu bë talebe, e mu bë hoxh, e mu bë dietar, e mu bë thirrës në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Thot hoxha, innal فترة المكية أشق من الفترة المدنية. Periudha e Mekës është periudhë më e rëndë, më e vështirë se sa periudha e Medinës. Pra periudha e Mekës konsiderohet periudha prej fillimit të shpalljes deri në vitin e 13 të pejgamberisë. Këto 13 vite, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë davet, ka bërë thirrje në Mekke. Dhe vendqëndrimi I tij ka qenë në Mekke. Në vitin e 13 të pejgamberisë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ban hijrat për në Medinë. Edhe më pastaj vazhdon periudha e Medinës. Për shkak se vendqëndrimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Medinja, prej aty e ka bërë davetin, dhe kjo periudhë prej vitit të 13 deri në fund të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra viti I 23, 10 vite në Medinë, quhet periudha e Medinës. Çka ka për qëllim shejhu me këtë kaptin? Çka po do me na thonë? Çka po do me na mësu? Çka po do me na përkujtu të gjithë neve, në veçanti dietarët, hoxhallarët dhe kërkuesit e diturisë. Kohëve të fundit, në këtë kohën tonë bashkohore, ndëgjojmë, shohim, lexojmë shumë propaganda prej të devijuarve, të cilët dëshirojnë të amnestojnë veten e tyre, të arsyetojnë veten e tyre, të gjejnë rrugdalje vetes së tyre në mos transmetimin e të vërtetës, apo në fshehjen e disa prej dispozitave domosdoshmërisht të njohura në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Të gjithë këtë arsyetim që mundohen me e arsyetu vetën e tyre se pse nuk janë duke transmetuar të vërtetën, apo pse nuk janë duke folë për XX meselën, kur thamë XX meselën, e kam për qëllim për bazën, e kam për qëllim për tagutin, e kam për qëllim për shirkun, e kam për qëllim për tauhidin, çështje bazament nga feja e Allahut subhanahu wa taala. Për shkak se ka tematika dhe ka çështje nga dini I Allahut subhanahu wa taala, që në qoftë se nuk I flet filan hoxha arsyetohet në shtatë Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, çështja e tauhidit, çështja e shirkut, çështja e dashurisë, çështja e urrejtjes për Allah, çështja e armiqësimit të jobesimtarëve, çështja e tekfirit të tagutave, dhe adhuruesve të tyre, dhe armiqësimi I tyre, dhe urrejtja e tyre. Këto janë bazat e fejës Allah s.w.t. Kjo bazament, temeli fejës. Në mos foljen e këtyre meseleve mundohen me e arsyetu vetën e tyre
në mos shpjegimin e rrugës së kriminalëve, mundohen me arsyetu veten e tyre me të ashtu quajturën periudha e Mekkës, duke e konsideru veten e tyre sikur me qenë në periudhën e Mekkës. E në periudhën e Mekkës muslimanët kanë qenë të dobët, kanë qenë të pafuqishëm, dhe për këtë shkak edhe na sot jemi të dobët dhe jemi të pafuqishëm, dhe si pasojë e kësaj na filan çështje nuk e flasim. Pra ka të tillë që këto çështje të lartë përmendura nuk i flasin. Kjo është e keqe. Kjo është shumë e dëmshme. Mirë po ka të tillë, ka një kategori tjetër e dietarëve, thirrsave, hoxhallarëve, të cilët përpara i kanë folë këto mesele, janë botë të njohur në mesin e shoqërisë së muslimanëve me këto mesele, janë ditë si hoxhallar dhe dietar të këtyre çështjeve madhështore, se këto çështje i ka folë filan dietari dhe filan hoxha, dhe kanë mbajtur cikël të ligjëratave të shumta rreth çështjes së tauhidit, rreth çështjes së akides, rreth çështjes së shirkut dhe mohimit tagutit dhe distancimit prej tagutit dhe tagutit bashkohor demokracisë dhe kështu me radhë, dhe vjen një periudhë do çështje bazë nga dini i Allahut subhanahu wa taala nuk i flasin. Dhe para tyre dhe në periudhën e tyre, kur ata janë të preokupuar me thirrjen në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, bëhet shirk Allahut subhanahu wa taala në çështjen bashkohore të demokracisë, i shef ata të heshtur. Pse të heshtur? Ata që nuk flasin, kategoria e parë tham janë e keqe, e dëmshme. Mirë po kjo e dyta është shumë më e keqe. Kjo e dyta është shumë më e keqe. Për shkak se filani është njohur në këtë meselë. Nuk i ka hije filanit me moj derse edhe ligjërata sociologji, edhe filozofi, edhe psikologji. Nuk i ka hije, nuk i shkon për gjuhën, nuk i shkon për dore. Pa i folë të tematika, bëhet qesharak me temat që ka i mba. Dietar, hoxh edhe kështu me radhë. Dhe krejt këtë arsyetim që ka mundohen me arsyetu vetën e vetë, është se jemi tash në periudhën e Mekës dhe jemi të dobët. Edhe këtë kategori është e keqe dhe shumë e rrezikshme dhe shumë e rëndë. Kategoria e tretë, edhe më e rrezikshme, edhe më e keqe, janë ata të cilët kanë tërheqë vërejtin për kufrit dhe shirkut, tash janë zhyt vetë aty dhe bëjnë thirrje për këtë kufër dhe shirk, Allahu na ruaj. Dhe krejt këtë arsyetim të tre kategoritë e argumentojnë se na jena në periudhën e Mekkës. Dhe na jemi të dobët dhe na jemi të pafuqishëm. Mirë po, aty ku atyre ku venon. Aty ku atyre ku venon. Jo në gjithë shka. Në qoftë se themi jemi në periudhën e Mekkës, atëherë alkoholin Mekkës s'ka qenë ndaluar. Edhe agjerimi s'ka qenë obligim. Edhe zekati s'ka qenë obligim. E as haxhi s'ka qenë obligim. A duhet t'i rrëzojnë prej dispozitave këto çështje fetare? Po shok se në Mekë jena. Pse vetëm në shpjegimin e rrugës së kriminalëve? Pse vetëm në çështjet bazë të fesë Allahut? Tauhidi, shirku, dashuria, urrejtja për Allah, armiqësimi e besimtarëve, armiqësimi i tagutave, zbulimi i sherrit të tyre, vetëm këtë nuk duhet me e folë. Se jemi në Mekë, kurse çështje tjera, s'është problem. E hoxha ka bërë këtë kaptin, me na përkujtu neve, se bash veç këtë mesele, e kanë folë musliman kërë qenë në Mekë, dhe kur gjo tjetër për kësajna. Për post namazit, që është bo obligim në vitin e 10 të pejgamberisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me një transmetim në vitin 13. Do të thonë, këta i flasin të gjitha çështjet jashtë atyre bazave, mbi të cilat është ndërtuar me dini i Allahut. Dhe këtë se jena dopt. Tu dosh me arsyetu veten e vet.
tu dash me mbrojt vetën e vet prej rreziqeve të jo besimtarëve, prej shpifjeve, akuzave, torturave, burgosjeve, vrasjeve dhe kështu me radhë. Dhe i flasin çështje tjera. Këtë e argumentojnë se jemi në Mekke. Shejhu, Allahu e liroft, e ka pru këtë kaptin me na tregu neve se në periudhën e Mekkës, me të cilën ju po argumentoni, pejgamberi alayhis salam bashkë që këtë mesele ka folë. Dhe për shkak që kësaj mesele ka ndodhur ajo që ka ndodhur në Mekë. Dhe argumentimi juaj është i kotë, për shkak se ju nuk doni me vendos vetin në sakrificë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, në transmetimin e mesazhit të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot hoxha, ka në Sahih në Imam Buhariu dhe Imam Muslimit nga Aisha radhiyallahu anha, انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ Aisha radhiyallahu anha i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: O i dërguari i Allahut, atë ka rastis ndonjëherë të qëllësh në ndonjë ditë më të rëndë se në ditën e Uhudit? Ditën e Uhudit ka qenë shumë e rëndë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për pak sa nuk e kanë vrarë. Ja kanë çau ballin, ja kanë thy dhëmbët 4 shet, dhe i kanë mbet hallkat e helmetës në fytyrë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë periudhë shumë e rëndë. Me një situatë prej situatave vetë sa se kanë vrarë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë Abu Talha, ka qenë Ummu Imara dhe ka qenë disa sahabi në numër, në gishta, të cilët e kanë mbrojt me fuqinë e fundit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe gjendja ka qenë aq e rëndë sa që mendze kanë kapë, kanë ngrit me një shkëmb nalt edhe kanë shpëtuar sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë ditë shumë e rëndë. Aisha i tha: ja Rasulullah, a ka ndonjë ditë që të ka rastis në këtë jetë me qenë më rëndë se ditën e Uhudit? Jashtë torturës personale në ditën e Uhudit, 70 sahabi kanë ndruar luftën e Bedrit, luftën e Uhudit. Prej sahabive të zgjedhur. Mbi gjithë ata Hamza radhiyallahu anhu. Dhimbje përmi dhimbje. Vështirësi përmi vështirësi. I ka lënë kjo dhimbje pasojë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kuptimin e fjalës dhimbje të vazhdueshme ta njëjtën. Kur ka ardhur vrasësi i Hamzës me pranu islamit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aq mërzi e madhe, aq dhimbje ka godit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam luftën e Uhudit, i ka thonë që ke mundësi mos ndel përpara. A e kuptojmë sa rëndë ka pas në Uhud. E Aisha i thot: a ka ndonjë ditë më rëndë se kjo? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ أردت نفسي على ابن عبد يالل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردته فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. Kjo ditë është dita kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku me bot davet në Taif. Dhe e ka propozu islamin Ibn Abdi Yalil bin Kilal. Dhe ka qenë një prej prizve në Taif, të Beni Thaqif. Jo që nuk e ka pranu islamin, po i kanë grumbullu mendje lehtit, budalt, edhe fëmit, edhe e kanë gurzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kanë gjakos, i ka rrjedh gjaki prej fytyrës së tij të ndritshme. Për çka? Për davet. Për çfarë daveti? Për çka u ka gjakos? Pse i ka rrjedh gjakin fytyrën e tij të ndritshme sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa ummi sallallahu alaihi wasallam.
për shkak se ka shku në Taif dhe i ka thirrë njerëzit, adhurojeni Allahun, mos i bani shirk Allahut. Dhe këtë thirrje e ka bë edhe në Mekke. Me kelit në Mekke ka pas njerëz që kanë qenë të zhytur në zina dhe kanë qenë të zhytur në pirjen e alkoolit dhe kanë qenë të zhytur në padrejtësira nga më të ndryshmet dhe në mëkate nga më të ndryshmet. Ajo me të cilën u bë i njohur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekke, e për shkak të cilës i pasoi të gjitha torturat që shkëna me i cek, është për shkak kësaj mesele. A nuk u dash kemi ndalu prej zinasa? U dash prej zinasa, se zinaja në çdo shariat, tek çdo pejgamber, tek çdo shpallje ka qenë ndaluar. Alkooli tek çdo shpallje, padrejtësi tek çdo shpallje. Tek kalimi i kufive tek çdo shpallje. Mirë po fokusin e kishte të thirrja në tauhid, me i largu njerëzit prej shirkut dhe kufrit, që ata të njësojnë Allahun me adhurim. Dhe bani një periudhë të gjatë thirrje në Mekke, dhe pastaj shkoi në Taif. Dhe vazhdoi kështu, edhe në këtë periudhën e Taifit, edhe pas saj, edhe para saj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ecte në përfise dhe kabile në Mekke dhe jashtë Mekkës dhe thonte, a ka dikush që më ndihmon të transmetoj fjalën e Allahut? A ka dikush që më ndihmon të transmetoj fjalën e Allahut? A ka dikush që më ndihmon të transmetoj fjalën e Allahut? Në Taif e gurzum, e gjakosën, po kjo nuk është kur gjan, po kjo nuk është problem. Me dal një burr edhe me gjakos, fundja fundit, ka gjakos një burr. Ama me t'i nxjerr fëmijët, edhe me ndjelejtit, budallt, me gjakos, kjo është shumë e rëndë. Edhe ti me qeni pa fuqish me bu diçka, kjo është shumë e rëndë. Atë çka e përjetoi në Uhud, kjo Taifit nuk krahasohet me ta, sa atje ka qenë shumë rëndë. Po pse ka thonë Taif ka qenë më rëndë? Për shkak në nënçmimit. Sa në Uhud ka pas luftë, karshi me burrat janë rrok. Dhe kanë bërë luftë, ama në Taif ka qenë jashtë të torturës edhe nënçmimi shpirtëror. Për çka? Për shkak thirrjes të tauhid. Ecte në për pazare dhe thonte, o ju njerëz, adhurojeni Allahun, mos i bani ortak Allahut në adhurim. Walakumul janna, dhe për ju është xhenneti. Pas ti ecte Ebu Gjehli e ndonjëherë Ebu Lehebi migja i tij dhe thonte, mos e ndëgjoni këtë se ky është mendjelejt. Ky është budall. Ky është i çmendur. Ky është magjistar. Ky është gënjeshtar. Ky është prishës i raporteve familjare. Ky e ka çrregullu çështën në Mekë. Migja i tij, me një anë, Ebu Gjehli anën tjetër. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çka ishte i njohur? Kur shkuan sahabët dhe banën hijret, për ta mbrojtur fenë e tyre, për ta adhuruar Allahun lirshëm në Abisini. Dhe kur i pyeti Nejashiu, çka thret ky pejgamber juve? Tha, na thret neve me e adhuru Allahun edhe me u largu prej adhurimit të gjithë zotënëve tjerë që adhurohen pas Allahut subhanallahu. Sot me çka mundet me u etiketu një filan dietar ose filan hoxha? Qoftë ato dietar të tagutit, dietar të këqi, ose qoftë e kategori e atyre që kanë vendosur me hesht. Me i pyet dikush xhamatin, me çka është i njohur hoxha jot? Flet kundër zinas, alhamdulillah, mirë. Kundër alkoolit, super. Kundër vjedhjes, alhamdulillah, shumë fort. Thirrjen bazën, temelin,
kundërshtimin e asaj që sot i bëhet shirk Allahut në bashkohorën, me këtë a njifet? Jo, kjo e keqe. Tek do të tjerë, me çka njifet e është njoft përpara me zbulim të rrugës së kriminalëve, kundër partive, kundër shirkut dhe kufrit të demokracisë dhe partive politika, e sot njifet hoxh i sociologjisë, se ligjërata sociologjima ose psikologji, kësi ligjërata. Dhe kjo është shumë e keqe. Edhe më e keqja, me çka njifet? Njifet hoxha me thirrjen parti politike. Kjo është më kulmi së keqes. E ata që argumentohen se jemi të dopt, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka qenë i dopt, veç këtë mesele ka. Adhureni Allahun, mos i bani shirk, Allahut në adhurim. I thot Aishës radiallahu anha, vetëm kur e pash vetën bi qarni thaalib, një vend. E ngrita kokën dhe e pash mjegullat kat e dhalletni, më bante hije. Fa nadhartu fa idha fiha Jibril. Shikova të drejt mjegullës dhe kur e shoh Gjibrilin alayhis salam, fa nadani fa qal, më thiri dhe më tha, inna Allaha azza wa jall qad sami'a qawla qawmika laka wa ma raddu alayk. Allahu i lartë madhruar e kanë dëgju fjalën e popullit tënd dhe se si ata të kanë kundërshtuar ty. Wa qad ba'atha ilayka malaka al-jibali li ta'mura bima shi'ta fihim. E ka dërgu Allahu me lekun e kodrave që ta urdhërosh çka dush ti. Qal fanadani malakul jibal. Më thiri mu, thot pejgamberi se më thiri, mu drejtua mu mbreti meleku i kodrave. Më dha selam, pastaj më tha, ja Muhammed, o Muhammed, inna Allaha qad sami'a qawla qawmika laka wa ana malakul jibal. Allahu i lartë madhruar e kanë dëgju fjalën e popullit tanë kundër teje dhe unë jam meleku i kodrave. Më ka dërguar Allahu, më ka dërguar Zoti yt tek ti që të më urdhërosh me urdhrin tënd. In shi'ta an utabbika alayhimul akhshabayn. Tha si dush i marr to dy kodra edhe ja hedhi për mi komplet Taifit. Fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allaha wahdahu la yushriku bihi shay'a. Tha, shpresoj që Allahu ka me nxjerr prej palcës së tyre njerëz që kanë me e adhuru Allahun të vetëm dhe nuk kanë me i bo shirk Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe për krejtë së ngjarjes shkojnë të pjesa e fundit. A e sa i moral shumë ka qenë pejgamberi sa stem, sa i mëshirë shumë ka qenë pejgamberi sa stem. Ju kanë dhimbë të njerëzit. A më këtë pjesën e parë, jo. Nuk mundet dikush me pas dhimbje për xhamatin dhe të njëjtën kohë i shef duke i bërë shirk Allahut e ky nuk ka të rregjë vërejtë. Këtina nuk i dhimbet kërkush. I dhimbet vetja vet. I dhimbet autoriteti vet. I dhimbet nami vet. I dhimbet pasturia dhe familja vet. Ama muslimanët nuk i dhimbet. Muslimanët ju kanë dhimbë, apo njerëz në përgjithësi, edhe musliman veçanti, ju kanë dhimbë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur i ka pa të e bë veprën më të keqe, o ka tërheq vërejtën, adhurojeni Allahun, mos i bani shirk Allahut. Ka hyp në kodër dhe i ka thonë, oj Fatime e bia Muhammedit, shpëtoje vetën tënde prej Allahut, se unë nuk muj me të ndihmu të Allahu subhanahu wa taala. Thënë ndryshe, oj Fatime, mos e ta ka Allahun me shirk, se sun baj kur gja. Shkoj i tha Abu Talibit në çastet e fundit të jetës, ja am, o migja jem, thuje vetëm një fjalë, me cilën kam mu argumentu nesër të Allahu. Vetëm këtë fjalë. Ka ana tjetër e Abu Jahli theke, a don me elan fejnë e babalardha? Pejgamberi se stem përsite, o migja jem, ju dhimte, pse? Pse u rrit në dorën e Abu Talibit pejgamberi se stem. Pas vdekjes së nanës së tij,
i lindur baba, pas vdekjes së nanës së tij, ron përgjegjësi të gjyshit, pas vdekjes së gjyshit, ron përgjegjësi të Abu Talibit, e ka rritë Abu Talibi. Ai e ka eduku, ai e ka ndihmu, ai e ka financu, ai e ka mbrojt. Kërkush kur gjansën i ka bosa ka qenë gjallë Abu Talibi. Dhe dëdhimet në kësi njeri me ti këpidore. Dëdhimet, dhem, plus miq. I tha, o miq jam, thujve një fjalë. Thuje këtë fjalë me cilën nesër kanë pas argument para Allahut. Ebu Gjehli i thonë të, a do me lam fejnë me vallarra? Ebu Talibi tha, ala milleti Abdil Muttalib. Tha, unë jam në fejnë Abdil Muttalibit, edhe vdiq. Në fejnë e kufrit dhe shirkut. Këto ndihmat që ja boni pejgamberi islam, këtë sakrificë të madhe, që krejt kabilën e shtinin punë për pejgamberin islam, nuk i bani dobi të Allah s.w.t. Për gjithmonë ka me qenë zjarr xhenemit. Kjo nuk ka dhimbshme. Kjo është e dhimbshme. E dhimbshme është me e pa hoxha xhamat të i bëj shirk Allahut edhe si fol për shirkun. I fol për tema tjera që duhet më fol edhe ata. Ama e para meselja e shirkut. E nuk e fol meselën e shirkut për shkak se jena në periudhën e Mekës. Po në periudhën e Mekës ka folur këtë pejgamberi s.a.s. Për shkak kësaj është torturuar. Për shkak distancimit prej tagutit të asaj kohe. Dhe për shkak të distancimit prej tagutit të secilës kohë dietar në çdo periudhë janë torturuar. Ibn Taymija ka qenë burg për to mesele. I ka shku jeta duke i bërë dëman bidatxhive. Jo me bashkëpunu me bidatxhit. Jo me bërë tribuna me bidatxhit. Jo me bërë tribuna me thirrset në demokraci. Po jeta i ka shku duke i bërë dëman. Si ka mundësi një person me qenë i fascionuar pas Ibn Taymijës, nuk le libra për ato për Ibn Taymijës, dhe të njëjtën kohë nuk e pason menhexhin e Ibn Taymijës në demanda e bidatxhive edhe meseleve të rëndësishme nga dini i Allahut subhanallahu. Kjo është mashtrim dhe kjo është pështjellje e çështjeve nga dini i Allahut subhanallahu, duke argumentuar me meselën e periudhën e Mekës. Në periudhën e Mekës, Bilali radhiyallahu anhu u torturu në gjendje, sa që ja vendosën një gur të madh në gjoksin e tij dhe e tërheqnin zvarr në zallin, në rrën e nxehtë të shkretinës për shkak të tauhidit. Shkonte Umayya bin Khalaf dhe i thonte, o Bilal, thujeve një fjalë se edhe ti e ditë që nëse e thon çka gjendje, ki arsye, veç thuje dal mirë para tjerëve. Thonte ahadun ahad. Ahadun ahad. Ja plasi zemra Umayya bin Khalafit. Sot në qoftë se një hoç, apo një talebe, apo një dietar, apo një thirrës në rrugën e Allahut, edhe pron të njëjtën, i thon këshire ki, me një madhë ki. Dhe me kjo unë jam të bëti qka. Kështu e pojnë, kështu thojnë, kështu jemi duke pa, kështu jemi duke lexu, kështu jemi duke ndëgju. Përthisën të uhidë rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Që është në të prej dietarëve, që është duke u kalb në burgët e tagutit të Arabisë Saudite. Është duke u kalb që 23-4 vite në burg. Për çdo fjalë. E çka dietar i madh, Nasr al-Fat, kjo i çmendur ka qenë. Kjo është në burg për çdo mesele. Nuk mundet me marr dikush dhe me thonë se gabim e ka pas. Sa është hafidh i Kur'anit, është muhaddith, është një prej dietarëve më të dalluar bashkëkohor, që Allah i ka dhënë kuptim të fesë Allahut. Për shkak se e kanë nxjerrë në pah në mejdan të keqën e qeverisë Ali Saudit, është sot në burg. Njët Hamud al-Khalidi, njët Ali Khuderi dhe njët shumë dietarë të tjerë. Për dietarët muslimanëve, s'kan ditë këto. As kanë ditë mos më fola. Kanë mujt mos më fol, ama i kanë fol. A kanë qenë të çmendura? Jo, nuk kanë qenë të çmendur. Është vërtet që ata janë burgos. Ata janë pengu prej davetit. Ata janë pengu prej ligjeratave. Ata janë pengu prej seminareve, prej shkrimit të librave, prej shpjegimit të librave, janë pengu. Ama vallahi, bereqeti dritës së tyre prej atje në burg, sot neve na ban dobi këto. Edhe na për krejt dunjan. Ama
lumë për atë që Allah i ka dhonë basirat me e pa këtë çështje. Lumë për atë. Sejt Kutbit, pse u vra? Leto sot me shkujt statuse prej Sejt Kutbit, edhe Muhammed Kutbit, edhe Ibn Tejmijës. Po pse u vra? U varë për fjallën La ilaha illallah. Për që këtë fjallë e kanë varë. Për mbrojtjen e çështjeve të dinit Allahut, që kanë qenë të sulmuara në çdo kohë, çdo periudhë kohore, janë torturuar dietarët. Imam Ahmedi as dinte me fola, as dinte me heshta. Dinte dhaj me heshtë. Ama nuk heshte. A ka gabua? Jo, s'ka gabua, ka qëllua. Të tjetë kanë gabua. Ka mujtë me thonë Ahmedi, jam i dopt, veç vetë kometove. S'kam që ka të bëj. I pa fuqishëm, i dopt, fjalla ime se hecë, pa heshtë edhe, ama s'ka heshtë. Ka mujtë me thonë edhe Bilali, pa heshtë, pa s'ka heshtë. Për çka e kanë vrarë Yasidin edhe Sumejen, radhiyallahu anhuma. Për shkak la ilaha illallah. Për shkak se kanë thonë fytyrë Abu Jehlit, po besojmë që Allahu është i vetmi i cili meriton të adhurohet dhe Muhamedi s'është më shërbiumi i Allahut. Për çka e kanë vrarë? Khabbab ibn Arat, radhiyallahu anhu, e ka marrë zotëriu i tij një pjesë të hekurit, e ka nxjerr në zjarm. Edhe ja ka gjej kryen, ja ka gjej, në krye ja ka gjej. E ka përvlu, për çfarë fjalë, për la ilaha illallah. Kështu këto sahabi, këto kanë qenë xhamati. Jo që nuk ka ardhur në pyetje që më mshej pejgamberi sa më thilën, edhe xhamati për ka shfaq. Dikush ka pas kabile, ka mbrojt. Po Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka qenë pa mbrojtje. Pa kabile të fortë, që banë ka qenë? Ka thonë Rasulullah, a dalve në qabë, të lexoj surën Rahman. Ka thonë, o Abdullah, më zdilve se ti dokti, s'ki familje, s'ki kabile, gjina qësh me të mbrojt. Ka thonë, du të dalë. Me e bo, dikush, pej neve sot, të budaloke. Nuk di strategjike. Akuzohet muslimani me të njës farë akuzat. Të mendjelekcis, pse e banë këtë vetëme. Dul në qabë, para krejt qafirave, para krejt tagutave të Mekës, janë i surën Ar-Rahman, allama al-Quran, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Kushave? Abdullah ibn Mas'udi, këtë qabani, tu në sfidu neve. Janë që krejt, e kanë marrë, e kanë torturu, tërse ka u vëdia. E kanë prishë që tek. E kanë që të pejgamberin e Islam. I ka thonë, o Abdullah, pa të thashë, Abdullah. A të thashë i doptina, s'mina me të bukë, së në bojna. I thashë Allah, a bamba edhe nejësër shkaj. A bamba shkaj edhe nejësër. A për të dalë, a për të dalë. Këta, më ndjelet kanë qena. Jo, për shkak fjallës la ilaha illallah, i kanë post të tortura. Për shkak spjegimit të rrugës së kriminalëve, i kanë post të tortura. Për edukat me fola, murgjit edhe gjehmit edhe sharit, ka më të arnoj për edukat me fola. Për fika, ka më të arnoj. Së një afrohesh, për çka dush me fola, ta shkoj, hitë së në të afrohesh. Ama për distancim prej tagutit, kjo sot mungon të dini Allahut. Kjo sot i mungon muslimanve. Se këtu janë duku më shumë. Këtu janë duku më shumë prej djetarët devijum, dhe xhallarët të devijum, duke u bë thirrje me marr pjesë në përkuvenit të kufrit dhe shirkut. Deri në atë gradë sa që xhallarët në botë deputetësh. Është bërë diçka shumë e thjeshtë kjo. Është bërë normale. Thirrja në tauhid, distancimi prej tagutit, është bërë gurbetlëk. Gurbetlëk i madh. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, bada al-islamu ghariba wa sa'udu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Islami ka fillu i huaj, edhe ka mu kthy, ka marrë një zaman, ka mu kthy i huaj, çish ka qenë në fillim. Myshde për evanxhit. A di çka thot Ibn Qayyim për çfarë hadith? Për vaktin e vet. Thot, Islami në kohën tonë është më i huaj se në kohën e pejgamberit. A e kuptojnë vëllezër? Para 700 vjetëve. Islami ka qenë më i huaj se sa në kohën e pejgamberit sa stem, po në zamanin tonë. Po në kohën tonë ku janë duke u sulmu bazat e dinit të Allahut subhanallahu.
ku çdo secili i cili thret për zbatimin e ligjit të Allahut etiketohet me havarix. Dhe interesant, në krejt dunjon veç havarixët do në shariatin. Veç të prusit të këfire do në shariatin. Po jo, me shariat është gjykimi me ligjin e Allahut, është bazament prej bazave të dinit Allahut subhanahu wa taala. Allahu tha: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Jo, pasha Zotin tënd, ata nuk kanë besu derisa të marrin ty për gjykat. Po kjo nëse nuk ka bazë, nuk e di çka ka baza. Në qoftë se thirrja për zbatimin e ligjit të Allahut nuk ka bazament, temel i dinit të Allahut, po çka dimë? E sot më u fol për gjithçka, vetëm për këtë më u hesht, është tradhti për dinin e Allahut subhanallahu teala. Çto mos i prekmi ta, çafira çto mos i prekmi. Po me anis dinën e Allahut tash secilin vendin e vet, me këshir se çka i pengon çafirave mos me fol, po çfarë ma mirë të shtëpia. Ma mirë të shtëpia dhe çaja vetën tande. Për këtë do të taku me Allahun subhanallahu teala. Mos del mejdan. E tash lene që nuk veprohet kjo, veprohet e dyta. Bashkëpunimi me ata. Një hoç, një fes, një talebe, një dietar, i cili beson, e ka bindje, që demokracia është shirk, që pjesëmarrja në votim është shirk, pavarësisht ai ban tekfir apo nuk i ban tekfir, kjo çështje tjetra. Po beson që pjesëmarrja është shirk. Si ka mundësi me pranu, me shku, me ul, me dikant që ban thilën që këtë shirk? Që krenohet me këtë shirk. Që islamin e shirk, demokracia është islami. Si mundu me ata liru dikush? Vetës së vetë. Duke argumentua për rrugën e Mekës. Po në qoftë se na i lam këtë dinin e Allahut, mos me fol këtë meselë se kena mu torturue, kena mu burgos, kanë me na shah, kanë me na ofendu, kanë me na thonë, s'kanë me na thonë, dush me lam këtë fejnë. A ka be dikush që ka nam mas shumë të popullit se pejgamberi islam? S'ka, s'ekziston. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas nam mas shumë të popullit vet. Që çatë nam e ka sakrifiku për me ngritë tauhidin. Për me tërheq vërejtën njerëzve për shirkut edhe me thin tauhid. E jo na me rujt namin ton ta sakrifikojnë fejnë Allah subhanahu wa taala. Mos i folna. He pas tash para se marrë ligjërat, ja do vëbële një dy vllaznive, e nxjerr hoxhën status thot rregull prej rregullave në Islam është mos me çortu njerëzit. Po nëse bëj gabime, largohesh me ty. Çysh mos me çortu atë. Çysh me po sa jetëve edhe sa ditëve në Kur'an se ne kemi çortu njerëz për gabimet që i bëjnë. Me çortuve, me atë rreç varrëtia. Mos çorto. Leje. Si të gaboje, leje. Gabon edhe një, largohesh me tina. Po rrin shpitan atë, mos moj ders. As ku do mos moj. Mos e thuj vetë hoç. Në sa jetë edhe sa dite, Allah ka çortuar. Ka tërheq vërejtjen, ajo është çortim. Për XX veprës që bëhat e cila është e ndaluar në ligjin e Allahut subhanahu wa taala. E këna rast në Abu Bekr radhiyallahu anhu. Kur shkoi me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A e dim çka i bën pejgamberi? Ju hinin mes pejgamberit se me çfarë i tha? A ju tha Abu Bekri, a dojni me vra dikant që fol kundër muzikës, kundër alkoolit, kundër zinasa? Ju tha, e taqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah? Por mesin e tauhidit është puna. Këtu është çështja. Ju tha, a doni me vrani njëri që thot që Zoti jam është Allahu? Nuk i bëj shirk Allah, Zoti jam është Allahu, ata adhuroj. Ato e lanë pejgamberin islam, i hinën në Abu Bekrit. Në çfarë fotografie e kanë torturuar Abu Bekrin? E kanë godit atë shumë, e kanë rëzuar për tokë, dhe njëri prej tyre me nallën fytyrë e kanë shkel. Njëri prej tyre ja ka vënë nallën fytyrë edhe e ka shkel Abu Bekrin. A ka marrën se kjo? Në milon këtë meselet që janë të rrezikshme në thojza, se këto janë iluzione,
Po thamë, në rrezikshme të thojza, që mos marrë të shka. Ebu Bekri, as ka ditë mos marrë të shka. As ka unë me thonë, valla, s'kam që të bëj për në samë shash. Unë së në hi aty se e ha qytekin e dhone. Valla, unë së në foli se edhe më mbërgosin. Në mshelin, kejze në mshelin. Se i kanë qelë burrit qafirat, kejtë musliman me mshelin. Po së mshelin, si i këpi ka deri të Allah, kërkon. Që ose nuk mshelin është për dinin e Allah, kanë me mshelin për nivoje që u vedhë kujshi. Ka me ta në ty, ka me shtim për nivoje, për një tabë nivoje. Kim më akuzu për një shka shumë palidhje. Lumë përat, minsh dhe përat, i cili sakrifikohet për dinin e Allah, s.a. Për shkak se është rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kanë torturuar, e kanë shkel me nallën fytyrë. Erdhën fisi i Ebu Bekrit edhe e morën xhenazë të vdekt. Kësi tortura, xhenazë të vdekt. Jo kanë me thonë ato diçka për ti një fjalë. Xhenazë e kanë marrë. I tha fisi i vet Kurejshve, në qoftë se vdek Ebu Bekri ka marrë hak. E çon të shtëpia. Filloi nona ti me mjekua. Kur u kthjell, të parën fjalë çka tha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dinja pyetje. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çka u bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? O i thon leje sa i mirë këtë natë. O ai nuk ha, nuk pi pa e pa ata. Sallallahu alaihi wasallam. Nuk e shtin në llogari vetë në vet tash. Me thon a bash kam xhet mua. Edhe një herë më këthije, kur dalën e jashtë, kini me pa që ka me ba. Edhe del jashtë edhe ban pa plafë, të lovije ban ketë. Nuk tha që shtë u Bekri, shkam gjetë mua. Ju ala s'kini hi në burg, hala kur gjo s'kini po ju foli për të mesejde. S'fa kështë u Bekri. Tha ko për nga mirë së stërë. O i thanë lej, nuk ha, nuk pi, nuk foli pa e pata. E thirrën Ummu Xhamilin e morë Abu Bekrin dhe e çuante pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çka gjendje, para në Allahin, çka gjendje, i torturuar, i gjakost, i coptuar, i prish në qytet. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bën davet në anëstime. Thirrën tauhid në anëstime. Ta lanë shirkin, ta adhuroj Allahun subhanahu wa taala. Bën davet edhe thirrën Islam për në Islam. Në çështë gjendje. Nuk tha i kum shkruajtur në sejna. Kur të vere vakti kini me pasha kënë e marë. S'ta kështu. Suni ik në atyre sejnëve. Kur kanë me ardhë, Allah më s'ta sprovoft, ama kanë me ardhë. Se cili ka me dëshmu vetën prej neve. Ama me i lanë këto mesele, për shkak se jena të dopt, të me lanë shumë sejnët me lanë këtë fejnë, se doptina. Leje krejt leje. Asë më sa gjëra, asë zeqatë më sjep, asë në haqë më së shko, edhe kur gjanë më zbanë. Ki pare me shku në Dubai me u knarë në familën tonë, këne thot i dopt jam. Këtë qefët e të njësë me i po, thot i dopt jam. Jo, si i dopt. Nuk i dopt, po s'do. Nuk do me ndimu dinin Allah, nuk do me sakrifiku për dinin Allah. Nuk do me e prish qefin tanë, rahat lëkin tanë, për shkak kësajnë, jo pëse i dopt. Po qefin e rahat lëkin, nuk do me e prish. Kaptina tjetër, që përmend hoxha, e që është shumë rëndësishme, thotë, Anë sabiqata wal fadla la yani tarka al batili. E kaluara jote edhe meritat e tua s'do me thonë që dush me lanë rahat batilin të kotë. Shofim në rrjetet sociale. Kur i ka folë këto mesele, shak i sakrifikuti për dinin e Allahut. Ki që ka bëhe. Innamal a'malu bil khawatim. Veprat janë sipas përfundimit. Çka i të bëjt qëtash, jo që ki për para. Për para i kam bëjt 5 muj kampajnë kundër zgjedhjeve, tash mjaftohet me një status Facebook. Allahu e ka qu shëriat në demokracinë. Me qëta? Me këta s'pi uj. Me këta nuk pi uj. Për shkak se ata tjertë pare japin. Ata shkojnë për shtëpia, japin pare mi që njerëz me votue. Te me këtë status nuk sos pun kur gja. Sa i shkon në bramje, ja jep ka 50 euro për së cilën kokë të votusit. Ti nuk sos punë me këtë statusin. Ti dush me folë shumë për këtë mesele që mi bin njerëzit. Me një statusa. A i bilet e nxjerë statusin edhe pas ti statusi nja 15 statusa tjerë që këtë shkoj e poshtë që mës t'i bin njerëzit në fije. Edhe kur ti thush, Allah kum shkrujtu ne. Ki shkrujt. Ta Allah i te që të mjullë khusum. Ka thonë e Mahmed dhe djetë arti. Ta Allah u kanë më takue kundërshtartë. Atje kina lisos e sapët na.
Atje kena me isos punna. Thot Nasr el-Fedi, e kalumja jote, meritat e tua, nuk të amnestojnë ty që së t'i ban batil sot. Se di kush thot, Allah, a di ku shoke, a di shoka bonke, lejeti më sfal për ta. Kur të bëjsh ti s'kur ki, kjo nuk o kështu. Kjo nuk o kështu. Thot Nasr el-Fedi, e kaluara jote, edhe meritat tuaja, që ki boti për Allah, nuk të amnestojnë tyje, që ose ti hesh ka shi batilit sot. Së të amnestojnë, nuk të arsjetojnë. Kjo është shumë më rëndësi. Kjo është shumë më rëndësi. Thot, inna fadla l'abdi, wa ilmehu, wa sabiqatahu fi ddini, la tani an yaqbala ma yaquluhu min batili. أو أن يترك فلا يرد عليه فإن هذا هو أصل عبادة الأحبار والرهبان كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Thot Nasr el-Fedi, Allahu ali roft, Allahu shpërtoft. Thot, meritat e robit, dituria e tij, e kaluara e tij në dinin e Allahut, nuk do me thonë që me ja pranu atij fjallën që sa ja thot të kotë. Dhe nuk do me thonë që duhet me braktis demontin dajtina për shkak se kje diku shakon. Thot, në qoftë se veprohet kjo, atëherë kjo është adhurimi i rabinave edhe popave të krishterëve. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. I kanë marrë priftit edhe rabinat për Zotë pas Allah s.w.t. Se neve në ndodh me pa, në ndodh me ndi, në ndodh me lexua. Pse ka shkruajtur çeju këtare? Për shkak se që ky hoxh i madh është tradhtu prej disave që kanë pas kalume të madhe, prej disave që kanë bërë punë të mëdha, është tradhtu, është lënë në rrugë në gjys, i është në shumë mas shpine, ama jo të qefit këtina, dinit ti hoxhës. Edhe kjo ka bo demand pastaj, këtë libre ka bo demand, e kam cek, dhej Selman Audës, Aidel Karnit, Sefer Havalit, dhe një kategori e këtyre xhallarëve, që ju ka shku jeta në shërbim të tagutit Arabi Saudite. Ju ka shku jeta. E kjo ka bo demand, e çfarë thot? Thot, e kaluara dhe meritat në fejnë e Allahut dhe dituria e dikujna nuk do me thonë që mja pranu batilin kura e thot. Edhe nuk do me thonë mos me i kundërshtu, mos me i bo demand kura ta gabojnë. Për shkak se nëse na veprojnë kështu, atëherë kjo është adhurimi i priftave dhe rabinave të krishterëve dhe judëve që kanë ndodhur, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Thot Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, tre gjana e shkatrojnë fejnë e njeriut. Rëshqitja e djetarit, Allah i në harujt. Polemika munafikit me Kur'an, edhe djetarët devijues, djetarët shërbëtor të zullumqarëve. Këto e prishin fejnë edhe shkatrojnë fejnë a Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është transmetuar edhe nga Abu Dardaja, edhe nga Salman al-Farisiu, edhe nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, edhe nga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mjerë për pasuesit që i pasojnë devijimet e dietarëve. Qila wa kayfa dhalika? Mjerë. I thanë çysh kështu? Tha, dietari e fol një mesele për logjikës vet. Pastaj e shet dikan që është më i ditur se ai për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe e braktis mendimin e vet. Ama pasuesit shkojnë me mendimin. Devijojnë me mendimin. Dietari kthehet. Ama pasuesit shkojnë mirë për ta njerëz. Mirë për ta njerëz. Shohim na shumë raste që ta lip dikush një mendim. Vjen te hoxha lip një mendim. Edhe hoxha ban ijtihad dhe jep mendime. Dhe pas një periudhe kohore, jo shumë të gjatë, po edhe qoftë e gjatë, po edhe jo shumë të gjatë,
Hoxha konstaton që çka mesela nuk ka çështu. Që ky hap nuk ka i mirë. Duhet më kthy mas. Edhe e thirr thot o filan. Ti pa të vetë për shkak mesela. Edhe po thon kështu. Mirë po, meselja kështu ka dalë në bazë të këtyre argumenteve dhe kësaj gjendje. Ja, unë të kum vajt në ja. Edhe vazhdon. Mirë për ta njerëz. Thot Imam Maliku rahimahullahu taala. Laysa kullu ma qala rajulun qawlan wa in kana lahu fadlun yuttaba alayhi. Thot, jo çdo fjalë që e thot dikush, edhe nëse ka merita, i mirë ajo fjalë, nëse nuk është për përshërim të vërtetë. Valla filani ka thonë, o ti, shqipa e fjallë e filanët, a është për përshërim fjallën e Allah dhe fjallën e pejgamberit islam. Ani pse filani ka merita, ani pse filani ka bërë shumë punë, ani. Ama filani mund të më bëjë gabim. Jo, ka thonë ai, unë e dinaj më mirë e din. Jo besë ka raste ku nuk pe din. Ka raste ku nuk pe din. Ka raste ku po ndrohen fjalët. Para një sprove, thot mos ja mundso veshit tan me ngu asnjë fjalë për ta xhive. Mos sprovës, thot po ban me ngu filanin. Muftin e tavutit ban me ngu. Veç fetfat politike, çdo mos e merr, ato çelat merja. Po ku di be avaj me ditë çka politike, çka shkatike. A vetë se ti e konstrov, do të më ndryshu meselja. A do be na me qenë peshorja, e peshorja shfele Allah, shfele për nësam, jo na. Nuk jena na kërkushi. Puna jonë e vetme është, veç me të smetu fjallën e Allah, edhe fjallën e pejgamberit sastë. A ka të një argument hoxha që thot, që nuk ban me lanë mësë mja këthyje, në që se ka bojnë ata. E përmend rastin, e të Hatib ibn Abi Belta, radhiyallahu anhu. Hatibi është prej të parë që ka pranuar Islamin. Mekke. Hatibi ka marrë pjesë në luftën e Bedrit. Ka marrë pjesë në krejt luftat me pejgamberin islam. Ka marrë pjesë në Hudejbije. Në punë më të mëdha që ka ndodhur me pejgamberin islam, Hatibi ka qenë prezent. Ekspeditat, lufta, hijreti, islami. Mirë po Hatib ibn Abi Belta e bën një gabim. E shpalosi një sekret pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E shpalosi një sekret te jo besimtarët. Shumë prej të devijumve sot e marrin hadithin e Hatibit dhe argumentojnë për shpionat. Se shpionat nuk bëjnë kufër për shkak se çka kishte Hatibi. Hatibi ka zbuluar një sekret. Hatibi si ka nimu Hatibi kundër muslimanëve. Hatibi ka qenë në palën e pejgamberit sistem kundër qafirave. Vetë që e ka zbuluar sekretin, e ka qortuar Allah dhe pejgamberi sistem. Jo që shtojnë do, mos më i qortu, leje mos e qortote. Mos e qorto. Pse? Po kur ta qortojsh, ai mo kimi aprish çefin atina. E që se aprish çefin mos, ka mendosh as nuk ka mendosh ç'ish duhet, mos sikur përpara. E që mos hish këtu rrezik, hiç mos aprish çefin. Mos e qorto. Largoj vetë sancoj. Jo be Allah e zbrit edhe Kur'anor duke qortu Hatibin radhiyallahu anhu. Edhe pejgamberi sa sta. E çoi Ali radhiyallahu anhu, edhe sahabët tjerë tha, filan gruaja, filan veni kinë me zon. E ka letrën në flokë të lehtë. E zu Ali radhiyallahu anhu këtë gruan dhe i tha, "Nxjerrë çat letrën e Hatibit." Tha, "S'kam letrën." Tha, "A kemë nxjerr letrën, a kemë me desh tullak." U trishtua, ja, nxjerrë letrën. E mor Ali radhiyallahu anhu letrën, edhe e çoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka ka poston letër? Vetëm zbulimi i sekretit. Çka ka shkruajtur aty, ne? Ai ka thonë këshillë pejgamberi sa mos kështu, ka çka çveta, kështu. Mi dhon informacion aty në kundër muslimanëve. Jo, tha ato pejgamberi sa me një ushtri sikur era, sikur fortuna kam ju shkatruar, Allah i ka më ndihmuar, juve kam shkatruar, kena më fituar, i ka terrorizuar. Në fakt, letra më shumë është në këndin e terrorizimit atyre se sa më ndihmuar atyre. Po vetë se ka zbuluar sekretin, pejgamberi se e kritikoi. E mor letrën, kur e mor letrën, pra nuk e mor Hatibin vet, para këtë sahabëve, i mbledhi këtë sahabët. I tha, "Çon kjo letër?" I tha, "Rasulullah, unë kam familjen me kë, janë do, s'kam kërkan kabile atje." E dashta me këtë vepër, edhe pse kjo vetë zbulimi i sekretit, dyqysh me mbret familjen time atje. Çka tha Omer radhiyallahu anhu?
A tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po, ai tamam se tash ky është i Bedrit, ka pranuar Islamin herët, ky ka merita, ky është konë në Hudejbije, ky ka bërë këtë punë, ka bërë këtë punë, relat. Ja, s'ta kështu. Ja tërheqi vërejtën, e kritikoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e çortoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Allah zbrit ajete kuranore, të cilat lexohen deri sot. Historia e ka mbajt mend transmetimin për ngjarjen e Hatibit. Është përmend me emër, ka mundur të përmend. Po s'ka ndodhur kjo rastësisht. Vlerën, meritën, punën që ai ka bërë, nuk e arsyeton që mos me qërtu dhe mos me tërheq vërejtën dhe me kundërshtu Hatibin radiallahu anhu. Tha Omer ibn Khattabi, da aqta ra'sa hadha al-munafiq. I tha, lem të e ki krim këti munafiki. Pejgamberi sa nuk i tha, nuk e kritikoi Omerin pse i thon munafik. Kjo ka luftën e Bedrit i thot munafik. Ti ka bërë këtë vepër i thot munafik. Nuk e nisi me kritikoi Abu Bekrin. Më fali, Omer radhiyallahu anhu. Tha Omer, leje se ky ka marrë pjesë në luftën e Bedrit, e ku ditë ti Allahu ka këshill te banor te pjesëmarrës të Bedrit dhe u ka fal dhe u ka thon bani çka doni se keni të falt. E ka thon dietar. Thot Nasr al-Fadi. Këtu është shumë e rëndësishme me e kuptuar ç'është duhet në sejlë. Pjesëmarrja në Bedër e ka ndihmu Hatibin mos me marrë dënimin. Ama kritikën edhe demontin se ka rëshetu bërësa. Ja ka tërheq vërejtja. Ama për dënimin, për sankcionin, ka thonë, ka marrë pjesë në Bedër, sankcioni i bje për shak Bedrit që ka marrë pjesë. Ama me ja tërheq vërejtjen, jo. Ja tërheq vërejtjen pejgamberi sallallahu, ja tërheq vërejtjen Allah subhanahu wa taala, që edhe Allah subhanahu wa taala. Fjalën që e tha Omeri radhiyallahu anhu dhe u transmetu kjo ngjarje në historitë muslimanëve dhe thot hoxha, dhe kjo ngjarje është argument se meritat e dikujna, vlerat e dikujna, ilmi i dikujna, sakrifica e dikujna në fejnë e Allah subhanahu wa taala nuk e abstenon, nuk e arsyeton ata në qoftë se ai vepron diçka të keqe. Dhe obligohemi në me jarrujt vlerën që e ka, ama gabimin që e ka bërë me ja demantua. Jo me qeni paprekshëm, që shdojnë sot disa me i bot, disa të tjetë të paprekshëm, se ky ka fletë në burë, ky sprejkët më. Ky ka sakrifiku për dinë Allah, ky sprejkët më, ky i paprekshëm më. Jo, sakrifikat për dinë Allah, ja vlerësojna. Meritat, ja vlerësojna. Ilmin, ja vlerësojna. Punë që i ka bërë, ja vlerësojna. Hama batili kur e ban, kena me demantue, kush do qoftaj. Kena me anëzirë pa të kotën që dhe pranë dikush, fetfan e gabume që e dikush, kena me abo demand, kena me qitë mejdan, kena me u distantu për e asaj, kush do qoftë person në fjallë, pa ja hub vlerën që e ka. Edhe pse këto të dyjat nuk mundëm i kuptu. Se në qoftë se e ban demand dikan, ti automatikisht të tjetë, jo, pa ti ja hub vlerën filon. Jo, vlerën e ka e. Kështu e ka gabuar që. E lusim Allah në që Allah në kuptim të fesë. E lusim Allah në që Allah të mundëson të vdesim dhe këshenë Allah i knaqër me neve. E lusim Allah në që Allah mos në me ftyrën këtë dunja dhe në botën tjetër. E lusim Allah në që Allah në mundëson të jetojmë si musliman dhe vdesim si besimtar. Subhanak Allahumma bihamdik, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.